Wallahi ta dish, si cili njeri që është u vrapu për këtë dunja, këtë milionerat nëse i vetmi një ka një, a i e i knash thot jo. A i disa njerën e kena zatet s'ka pas pare, mësa ne ka bo pare, mas i ka bo pare kena vet, a u knash e shtash thot jo. Nuk i shkon të parja. Do me thënë Allah për në kalzon hiq pa u bo milionera, mos kujtoni se të parja. Wallahi që këtë shyret, edhe shidet që e ka Ramazani, me sa pare këshmi blejt të ndërruar gjë më të li. Sa miliarda kushton kjo atmosferë, ku ti qohër si firë, edhe agjeron, edhe prit iftarin, edhe i krim punët e tua, edhe fal taravijën, dhe ngon një ligjarat, dhe lexon Kur'an, dhe bani sadaka, dhe bani fjalë të mirë. Sa pare kushton kjo? Sa kushton kjo? Shikoni popujt e tjerë, a mundën me bërë Ramazan? Jo. Pa këtë asyje, gjëja e parë, mësimi i parë, ma e men, agjerimi ka ardhur me të liru pi prangave, të kujna, të fizikës, materialit, kina të jetu një bot materialiste, bot kapitaliste, ku të thot vesh mledhti. Ku kime shkue? Mledhti, një herë mledhi. E ku kime qua të pare? Pa këtë asyje, let lirohemi, sikur që lirohemi pi bukës, let lirohemi edhe pi dëshirës për me majt materialit. Kjo është e para. E dyta të ndëruar që më të li. Ramazani vjen me na kallëzue se regulatori i rahatijës, edhe i qetësijës, edhe i lidhjeve të mira mes njerëzve, nuk ka as një sen që ka njerëzit e menojnë për faktorve, por është bindja ndaj Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Do më thonë me fjalë të tjera të ndëruar që më të li, çka te bon Ramazanin në Ramazan, që i ketë bashkarisin atë ngu Allahin, që ka që? Allah ka thënë kutiba alaykumus siyam, juve e keni obligim me agjëru, u kri Zoti kena me agjërue. Shiko, vesh një urdhër ja kena ngu këshirë sa bereqetit. Që sa bereqetit Ramazanit, me ngu Allahun vazhdimisht non stop Ramazan bëhet. Po këtë asyje të ndëruar që më të li, na jep neve mesazh Allahu në përmet Ramazanit, a pe shif një samiri be me mgumue. E kur del në Bajram, qka bëhat? Bajram i kena dy probleme. Shlon ato shka janë lidht, i dini ato shka janë lidht, shejtan. Edhe shlon egot e tona. Kur të bëhen bashk, apo edhe prishet atmosfera. Për këtë asyje, nëse don me pas atmosferë qetë, në familje, e në shtëpi, e në punë, e në mahall, e në rrugë, e në qytet, duhet na më ju bind Zotit. Urdhat e Zotit mi qun vend, edhe ndalesat me Allahu xhan mi qun vend. Shiko, regulatori i jetës shysho, shumë i thjeshtë. Kur thoje Zoti bane, bane. Kur thoje mos e ban, çe kaç. Njerëzit i japin jetës komente ndryshme, ama jeta është shumë më e thjeshtë ndëruar që më të li. Çka jeta? Jeta është bindje ndaj urdhrave të Zotit dhe ndalim prej ndalesave të Zotit. Të ka thonë sifir që ha sifir. Deri në iftar s'ki me hangër, që kjo ndalesë. Kur vjen iftari prap ka dhënë urdhër me hangër. Që kjo, dash me jetu jetën rahat. Ku të thoje Zoti bane, kemi apo hajre, kemi apo bereqeti. Ku thoje Zoti mo, ta di së është të keqe. Të ndëruar xhamatli, shpesh ana s'pe kuptojna. Kur ju thojna xhamatlive, mos e me kamat zban, mos e me zina zban, mo me bigjoz nuk ban, mo me gjëra që si do Allahu zban, do ta provoj o xho. Prit një s'po ka qare. Mirë, që ta kuptojna sa keq i be. Me e pati sot gjatë ditës një njeri të madh, që ka him bilik, midis ditës të hangër, çka i thu? Ta i thue, marrëve kejtën të agjeru e ti, apo, a i be keq? E mirë, pse neve po na ven keq kur dikush ha midis ditës? Pse na ven keq? Se e ka shkel urdhën e Allah. E pse kur e dëgjon fjalën hayya ala salat, hayya ala falah në minare, pse kur i shohim njerëz që nuk i përgjigjen, nuk na vjen keq? Pse kur i shohim nëse dikush nuk e jep zakatin, nuk i vjen keq? Pse kur i shohim atë kanë që ka mundësi me shkon haxhe, nuk shkon, nuk na vjen keq? Pra, ne e kemi cungu Kur'anin, diçka kemi marr, e diçka kemi lënë. Feja do të më morë komplet. Feja do të më morë komplet. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Thot Allahu jalla jalalu, o të cilët keni besuar, në Islam hini komplet. Hini komplet. Se nuk shijohet Islami pa hin komplet. A mund të ndëruar që më të litë me shiju një këmish, një parpantolle, një kom me shtinja mos me shtinja. A shijohet? Para më në një roba qepës me thonë, spata valla bez, të marrova vesh një kom. Qka i dhu? Lekit. O ja marroma që ishduhet ja jo. Allah e ka bo Islamin petkun e madhë. Vesh e komplet që shka hije. Udkhulu fis-silmi kaffa. Hinin Islam komplet. Kur thire e zani përgjigju, kur thire Ramazani përgjigju, kur thire zeqati përgjigju, kur thoje mos ban zina përgjigju, kur thoje ruje familjen përgjigju, kur thoje mos merr kamat me kredit përgjigju. Krejt këto janë urdhat Zotit xhelel xhelalu. Mos cungon në urdhat e Allahit. Andaj, kudo që shes siklet dhe mërzi dhe depresion, ta di se diçka i kanë shku kundër Allahit.